Parku arkeologjik i Shkodrës është një ndër sitet më të vizituara në vend, ku nga nisja e vitit e deri në fund të muajit maj ai ka pritur mbi 60.000 vizitor, një rritje prej 20% krahasuar me vitin e kaluar. Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës ka bërë me dije se në të gjitha sitet dhe monumentet janë marrmasat për të qenë në lartësinë e kërkuar sa i përket sezonit turistik veror. Janë marrmasat e nevojshme për kontrollin sistematik, periodik të parqeve arkeologjike. Flitet për Parkun Arkeologjik Shkodër, ku vizitorët kemi një rritje të madhe duke krahasuar edhe me vitin e kaluar, dhe me Parkun Arkeologjik Lezhë, në lidhje me fluksin turistik, pra vendas dhe të huaj, por edhe kontrollin në lidhje me pastrimin e plot dhe mirëmbajtjen e siteve kulturore. Kemi marrë masa për përmirësimin dhe optimizimin e sinjalistikës, që ka qenë mjaft me rëndësi, informacionit dhe materialeve promocionale. Për sa i përket vizitorëve, mund të themi që të dhënat e fundit, pra kemi nga data 1 janar deri në 31 maj 2025, kemi rreth 60.000 vizitor. Gjurezi sqaron se paralelisht do të ketë edhe investime në këto site dhe monumente, ku e para që do t'i nënshtrohet një ndërhyrje është ura e vjetër e Bunës, bazamenti së cilës ka pësuar dëmtime. Atëherë, projektet që kanë përfunduar në fund të 2024, në fillim të 2025, përmendim ato që janë më të mëdha në gjithë territorin, pra që mbulon drejtoria jonë, Xhamia Plumi, Gjunë Fishtjane, po ashtu kompleksi në vendin ku ka lindur Gjergj Fishta, që po promovohet dhe akoma më shumë do të jetë aksesibël në turizmin vendas dhe të huaj, ura Mesit, Kalaja Lezhë me ndriçimin pra të sitit të parkut arkeologjik, ndërhyrjet emergjente që janë bërë në Kalan Lezhë nga UNOPS me mbështetjen pra të UNOPS-it të bëra nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore. Projekte të miratuara janë ura Bunës, që do të restaurohet, gjithë pjesa e drurit, pra drujve e tjerë, krejt ura Bunës në kontekstin ura vjetër, në kontekstin edhe të hyrjes të punimeve që po bëhen në hyrjen e qytetit, pra në një kontekst mjaft të rëndësishëm për qytetin e Shkodrës së fundmi, restaurimi, konsolidimi i kishës së Kabashit në Puk, restaurimi dhe mirëmbajtja kishës Trekonçe në Kalan e Drishtit, gjitha janë të miratuara, mirëmbajtja dhe restaurimi i banesës së Salimanit në Bujan, restaurim dhe konservimi plot i objektit shkolla muzemi gjeni në Puk. Shkodra është një rajon i pasur me monumente kulture dhe objekte të trashëgimisë që çdo vit presin turistë nga gjithë bota, duke njohur flukse në rritje me ndikim pozitiv në imazhin e vendit dhe të ardhurat që sjellin në ekonomi.